dashur miq dhe mirë se erdhët në Vila 24, një javë të mbar të gjithëve. Edhe për ty Kati. Faleminderit e dashur, gjithashtu edhe për ty. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur, një javë të mbar dhe ju ftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Do të bëjmë kadaif, që do me thënë atë tradicionale, do ta bëjmë në mënyrën tradicionale si e bënim neve dikur kadaifin. Dhe çfarë përdornim ne? Përdornim gjallë, përdornim kadaifin, edhe arat, sheqer që bëhej sherbeti. Pra këto janë përbërësit e kadaifit, e bëj një kadaif shumë i mirë dhe shumë i shishëm. Do të tregojmë dhe mënyrën se si do të bëhet, dhe ndërkohë do ta ham pastaj. Ne do ta ham këtu, por Anvisa do ta përgatisin në shtëpitë e tyre. Neve u japim idenë dhe mënyrën se si do të bëhet, dhe ato do ta provojnë me shumë dashuri, do me thëmë për ta pregatitur, sepse vërtet del shumë i mirë. Përveç se baklavas. Tjetër, ne do të bëjmë dhe bukët sot, tani, do me thënë, ka filluar kohët e fundit, që të bëhet ajo buka tradicionale që bëhet për Krishtlindjet. Do me thënë, ditën e Krishtlindjeve duhet me dojë mos në çdo familje, mirë është që të bëhet një bukë shtëpie, edhe i zoti i shtëpisë ose e zonja e shtëpisë nuk e pret me thik bukën, po e pret me dorë. Edhe sjell bereqet, shëndet, mirësi, gëzim, hare në familje, kështu që bëheni, dhe do ju tregoj mënyrën se si do të përgatitet, bëhet, do me thënë, në mënyra të ndryshme, në treva të ndryshme, bëhet mënyrë e qëndisjes së bukës. Ka një ritual, do me thënë, këto katolikët vendosin kryqin e tyre që e kanë, do me thënë, më të stërgjatu nga pjesa e poshtë. Neve kemi vendosur në furrë që të na bëhen gati, do ju tregojmë edhe mënyrën se si bëhet, me ndonjë gërshet, me një kokërar. Ka mënyra dhe variante të ndryshme. Edhe bëjmë edhe si... Po, jo, këtu kemi, do me thënë, një recet të thjesht, faktikisht, si për pjatë të parë. Vazhdojmë që të ngacmojmë të sjellim ide të vogla, do me thënë, për tryezën e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri. Ndërsa për atë kekun e vitit të ri, ne do ta bëjmë ndoshta të mërkurën. Do ta bëjmë, do me thënë, do bëjmë dy lloj kekësh. Ne vazhdojmë të jemi në transmetim çdo ditë. Kështu që do ta lëmë ta bëjmë të mërkurën, ta kemi gati për vitin e ri. Shumë mirë. Tu është thjesht, do të tregoj më mbrapa, le mos e shumë e speca, pra është një mesore kjo. Okej, e tregojmë të vi momenti, po. Me njerë nisim nga puna dhe do të nisim me kadaifin, apo jo? Me kadaifin dhe do të filloj, do me thënë, do të hedhë sherbetin, këtu është për 1 kilogram kadaif, do të na duhet 1 kilogram e 250 gram sheqer, e do të bëjmë më pak faktikisht, sepse kaq kemi këtu. Po hape, kaq e mbyllur mirë është kjo që me zi po e hapa. Edhe, do me thënë, e masim në masa të barabarta e ka, do me thënë, kjo, aq sa sheqer, aq edhe ujë. E zim për 10 minuta. Pra nisim punën nga sherbeti që do të thotë, duhet të jetë i ftohtë. I ftohtë sherbeti i ngrohtë kadaifi. Kështu që neve do ta nisim, do ta bëjmë sherbetin, do ta lëmë që të na bëhet. 1, 2 do hedhun dhe 2 filxhan ujë. Okej, pra raporti i barabartë i sheqerit edhe ujit, tham që ne do të bëjmë më pak sasi kadaifi, sepse këtë paketimin që kemi këtu në tryez e kemi përdor edhe javën e kaluar, në fakt është 1 kilogram, kështu që nëse doni të bëni këtë sasi e gjeni të tillë në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, në Shqipëri edhe në Kosovë, mund ta përdorni disa herë, sepse ne e kemi përdorur që vërtet e kemi ambalazhuar përsëri dhe e kemi lënë për ta risjell këtë të hënë në një format tjetër dhe jo vetëm kadaifin, por meqense jemi në këtë sezonin e festave ku baklavaja dhe kadaifi janë mbretërit e ëmbëlsirave të tryezave festive. Edhe petet e baklavas janë fantastike, ne i kemi testuar disa ditë më parë dhe baklavaja na ka dalë e shkëlqyer. Dhe gjithçka tjetër që do t'i duhet tryezave tuaja, që ne i sjellim shpesh në Vila 24, frutat e thata, erza të ndryshme, produkte të freskëta, produkte të ngrira, fruta të ngrira gjithashtu, pra çfarë do lloj menuje dhe pjate që ju do të zgjidhni të sillni për familjarët tuaj apo për të ftuarit gjatë ditëve të festave, por edhe në ditë të tjera normale,
Neranzi është alternativa më e mirë që mund të bëni pazar, kundër të tjera ju ofron edhe një siguri maksimale të mënyrës të ushqyerit dhe të gjitha produkteve që tregton, që nga mënyra se si ruhen në rafta apo në frigorifere deri tek shpjegimi i etiketave përkatëse, që nga origjina, mënyra e përdorimit, vlerat ushqyese, duke i kushtuar një rëndësi të veçantë edhe personave të cilët kanë nevojë për një dietë më të kushtëzuar, duke eliminuar elementet caktuar nga përditshmëria e tyre, po përmend glutenin këtu, meqense një gamë e gjerë produkteve të Neranzi i dedikohet pikërisht edhe produkteve gluten free apo të lira nga përmbajtja e glutenit, por edhe shumë të tjera të cilat ne kemi trajtuar edhe këtu në studio, duke dhënë edhe informacione nutricioni, kështu që nëse keni nevojë të dëgjoni për më gjatë, keni YouTube-in, arkivën tonë të përditshme, e cila ju ofron edhe informacione lidhur me produktet Neranzi. Ne tani jemi këtu për të propozuar recete. Ishte kanali Vila 24, ajo është logoja të cilën ju e gjeni lehtësisht në YouTube, ku gjeni gjithashtu pra edhe bisedat e pa diskutim recetat e përditshme tona të gatimit. Kadaifin Kati e ka bërë, ja ku e kemi, është shumë i shkrifët, është fantastik. Hape, Anila, ta shikojnë do me thënë. Po shisi është çdo fije kështu e... Kadaifin e kanë shumë cilësor, faktikisht, shiko. Shisi është. Do me thënë të kënaq syri. Nuk është ai kadaif që ka ato kokla, i ngjitur edhe ngjeshur dhe kështu, shiko si është. Ky hapet vetë. Është një kadaif special, mund të them. Këtu kam vendosur gjalpin që të më bëhet gati dhe arat i kemi shumë të mira, shiko çfarë ara, do me thënë, edhe të shishme, edhe goxha. Tani unë do t'i bëj, do me thënë, pak nuk arën duam që ta ndjejmë. Nuk duam që të jetë një arë që të jetë shumë e thërmuar. Pra do bësh një coptim të pjesshëm. Po. Mjaftueshëm janë këto për masat që neve kemi. Ndërkohë që për ëmbëlsirat, qoftë kekrat, qoftë kadaifin, qoftë dhe baklavan, ose doni ta bëni edhe me fruta të tjera të thata, ne këtu kemi fistikët vinë të grirë, janë gati. Shikoni, janë të coptuar, pra nuk ju lodh grirja e tyre. Bajamet, që sërish të prera këshu në fetëza, janë ideale për përgatitje në ëmbëlsirave. Kastësi gjithashtu është shumë i shëndetshëm, edhe shumë i shishëm, në të njëjtën kohë mund ta përdorni përsëri edhe në gatime, por edhe për konsumim kështu në përditshmëri. Ka shumë vlera ushqyese. Arrat po e po pastaj, që ndër të tjera bëjnë mirë edhe për trurin. Kati. I kemi bërë gati arat. Unë gjithmonë i hedh pak sheqer këtu. Edhe ara faktikisht ka pak si hitësi. Dhe në momentin që i hedhim sheqerin, ajo i rregullon atë shijen. Pavarësisht se do hedhim sherbetin e do hedhim këto gjëra, është mirë që t'i hedhim një lugar në këtë moment. Ndërkohë në furrë shoh që Kati ka përgatitur një bukët e pashkës, do me thënë, edhe për të dyja, do me thënë, edhe për ortodoksët, edhe për katolikët. Në dy variantë, do me thënë. Po jemi, do me thënë, një popull që... Kjo është e mira e popullit tonë, Anila. Që ndërvlerat më të që në kemi. Edhe unë jam një njeri që nuk dalloj, do me thënë, më pëlqen të shkoj edhe në këto kishat katolike, dhe në ato, do me thënë, të ortodoksve, dhe në xhami, nuk e kam problem. Jam njeri, do me thënë, i dua të gjitha fetë. Është e vërtet. Ska se s'kemi... Që për më tepër kur janë festa, janë arsye për të mbledhur me njëri tjetrin, pavarësisht përkatësisë fetare që ne kemi, dhe Krishtlindja në fakt është një ditë e tillë që bën tryezat bashk. Tani të dashura Anvisa, pasi e keni hapur mirë kështu që të jetë, do me thënë mos të ketë ato që neve, ky hapet vetë, nuk është se po e hapim ne, shikojeni se si është. Bëni, e ndani në dy pjesë, bëni shtresën e parë poshtë, e lyeni me gjalp, sepse edhe gjalpin tjetër ne do ta hedhim lart, kështu që nuk ka problem. Pasi e shtrojmë këtë pjesën e parë, do të hedhim arat, e një shtresë ara bëhet kjo. Me një shtresë. Po të bollshme. Po. Nuk do ham flok. Do ham ara. Edhe mirë është që ti hedhim, do me thënë, të mbushen gjitha anët.
edhe të ndihet. Tani, kur nëse kemi mosha të mdhaja, do me thënë në shtëpi, duhet kemi kujdes, sepse ata nuk i konsumojnë do të arat, i thërmojmë qik më shumë. Ose, në pjesën që do të mendojmë që do të ajapim, do me thënë, prindërve, gjyshërve tanë, do me thënë që kanë probleme me dhëmbët, i thërmojmë më shumë arat. Po për neve të rinë të është më mirë kështu sepse... Edhe përgatisim dy tava. Bravo. Një më të vogël, vetëm për... Enkas. I kemi që i kemi në përduar për bërsi. Shumë mirë, ja. Edhe ajo është një zgjidhje, po edhe në të njëjtën tavë, tani nëse bëjmë tavën më të madhe, po, e drejt. E kemi kështu. Tani edhe për gjalpin është mirë që ta shkrim, se kur e shkrim, nxjerr atë aromën e mirë, edhe bëhet akoma edhe më mirë. Ja, arat i hodhëm neve goxha këtu. Shtresën e dytë të kadaifit tani? Mos e shikoni kështu se ai gjatë pjekjes do ul vëllimi, në? Po, patjetër. Kështu që mos e mendoni që nuk do na e marr tava. Thjesht të shohim tani sa posna edhe pakës do të edhe këtë po nga kjo pjesa ana tjetër. Po që t'ja hidhni bolshën, me qëllim që të ketë atë, si thua, trashësinë. Të jetë tamam racion. Kjo pasi piqet, edhe do kohë që të piqet, se do temperaturë në 170-180 gradë dhe do për 20-25 minuta e shikoni. Edhe pse është flokë dhe këshu i imët, e do kohën edhe temperaturën e vetë. E fillojmë, do me thënë, anash. Buka si për është duke u pjekur? U poqë? O kati, mos duhet arrisim pak temperaturën të kjo buka poshtë? Po. Se ke 100 dhe pak... Sa ta qoj, 180 apo më shumë? Jo, 180. 180. Këtë si për e ke 100 e ula. 60 e 50. Të kulloj. Po, sa ajo është pothuaj se e përfunduar. Pra do nxjerrim një variant të bukës nga... Ti lexoj pak recetat ka... Mund t'i lexosh sa unë të... Po, tani jam visat e din, unë gjalp do hedh dhe do t'a vendos në furrë. Kaq, okej, mirë. Deri tek furra do të jemi pra bashkë, sepse tani do të lexojmë recetat shpejt të tregojmë në ekran se çfarë do të përgatisim këtë ditë të hënë, meqense bukën ende nuk e kemi nisur. Buka e Krishtlindjeve do 1 kilogram miell, 1 lug supe maja të thatë, 1 lug supe sheqer, 1 lug çaj krip, 600 ml ujë, 1 lug çaj mahlep dhe 1 mahlep lexohet. Mahlep. E mirë, ja do e shohim, kur të jemi në studio të shohim edhe produktin. 1 filxhan çaj, arra. Receta origjinale e kadaifit. 1 kilogram kadaif, 250 gram gjalp, 2.5 filxhan çaj me arra, 5 filxhan çaj ujë, 5 filxhan çaj sheqer. Kjo është për shërbetin. 1 kilogram e 250 gram sheqer dhe 1250 ml ujë, sa të komplikuare pas ke bërë. Atere, 1 fet limon, edhe kjo është për shërbetin. Raporti i sheqerit me ujin është 1:1. Nëse do shtoni 2 lug sheqer, do shtoni 2 lug sheqer, 2 gota sheqer, 2 gota ujë. Nëse do të bëni 1 kilogram kadaif, do të shtoni 1 kile e 250 gram sheqer, dhe të njëjtin raport... Si që kemi bërë, do me thënë... E ta bëjmë me filxhan, po, 5 filxhan ashtu, 5 filxhan ashtu, ujë dhe sheqer, thjesht fare, le ta masim me gota, pra. Speca të pjekur me djathë të shkrir, do të jetë receta e fundit që do të mbyllim sot me këto përbërës. 6 speca ose gogozhare, 200 gram djathë të shkrir, 10 arra, 1 thelpi hudhër ose 1 lug kafe pluhur, pra pluhur hudhre, 1 tuf kopër ose majdanoz, krip, piperi, kuq speci dhe vaj ulliri. Pra do të kemi edhe një mesore, do të kemi edhe bukët e Krishtlindjes, do të kemi edhe ëmbëlsirën tradicionale të kadaifit. Sot të gjitha receta që do të na shërbejnë në ditët e festave. Tani, neve kemi gati për ta vendosur në furrë. Kemi hedhur gjalpin, të gjithë gjalpin. Ta nxjerrim atë bukën, se duhet të lërojmë furrën. Tani, ajo që themi gjithmonë, kur kemi receta që duan pak më shumë kohë përgatitje edhe pjekjeje, Katerina i përgatit për para,
që t'i kemi edhe të pjekura dhe pastaj tregojmë dhe mënyrën se si e ka realizuar. Me gjithë të tavën e madhe të gjithë Nxirë me gjithë tavën e madhe, sepse ne unë nga që mos ta leja rrethoren, po. Okej. Ba, më pëlqen shumë. Tani do të nxjerrim ne nga... E ngrohtë tani dhe ai shumë shijon aroma e kësaj buke të bërë vetë. Shikojni pak sa... Kjo me kryqin katolikë ka dalë më mirë. Ka dalë më mirë, thua? Ja, po do ta tregojmë, se kemi bërë dy variante. Pra tham, do t'jemi në respekt të dyja traditave, si ortodokses, ashtu edhe katolikes. Ajo është nxehtë, kështu që mund ta gusto. Nuk do. Mos e ka ashtu me duar, se do digjesh. Ja ta nxjerrim këtu një herë që të mos duke, mos kemi këtë problemin e kësaj. Sa ka dalë, kemi bukën me gërshet. Sigurisht në formën e kryqit. Dhe tham që kjo nuk pritet me thik. Buka. Kjo bukë që përgatitet për Krishtlindje duhet të prerë me dorë. Okej. Nuk duhet vendosur gjë metalike tek pjesa e bukës për ta prerë. Nuk e di, janë ca rituale, janë ca gjëra kështu që kanë mbetur. Dhe mirë është të respektohen, se duhet të ketë të lështëftohet me qike dhe të nxjerrim pastaj se djek. Por gjithsesi, kamara... Po se pare si është fryrë buka. Nga kamara të... Ska gjë, mjafton që të kemi arë, sepse duhet ara me pa tjetër, ara sjell bollëk, sjell, si thuash, mirësi në familje. Si thonë, është ajo karpo, se si... Mund ta them ndryshe. Ka të vinë ta fjalë kështu greqisht. Okej. Do të thënë është për mirë, është si thuash barsi. Okej, barsi po e themi për të qenë brenda. Mirë, tani mendoj se duhet të kalojmë në recetën tjetër, sa por regjia na thotë se si jemi me kohën që të dim çfarë të bëjmë tani. 4 minuta kohë kemi Katerin, të cilat do t'i shfrytëzojmë për të bërë çfarë? Për të treguar për të bërë bukën. Bukën, okej. Qa kanë quna? Harrojmë të një gjë. Embrion, tani kujtojnë. Okej, filiza. Filiza, për mirë. Okej, ja, erdi dhe fjallë. Mirë, ndodhë një herë. Ndodhë, Kati është thjesht e hënë. Është e hënë. Do një qik. Shiko tani, në radhë të parë, unë do të regoj, buka, brumi, mbasi vjen, e ullim dhe e punojmë edhe një herë, do me thënë kështu. Do të regojmë edhe mënyrën se si do të bëhet brumi. Dhe unë kam lënë nga ajo një masë të vogël me qëllim që të regojmë edhe se si bëhet për pjesën e gërshetit ose edhe për atë pjesën e kryqit. Tani këtu kam lënë edhe një brum tjetër. Se si mund të bëjmë ato gërsheta që kemi bërë ati. Që i din anvisat i bëjnë nuk ka nevoj, po për të rejat. Po le të shohim edhe njerë për të rejat. Se anvisat e vjetra i din... Anvisave të vjetra e thjesht ja kujtojmë recetën. Të rejave ja të regojmë edhe se si bëhet. Kështu që vlem... Këtë të bëjmë, Anila, bëjmë kryqin katolik, apo... Kush është më i vështiri? Ato mendoj që duhet të të regojmë. Një loj janë, po hajde ja të bëjmë do më thënë. Një loj janë. Okej, këtë duhet ti pra. Këtë ti më me dëshirë. E lëm këtë bukën, e zëmë se është buka tani edhe është tani këtë për pjesën e i ndajmë në 3 shirita, 1, 2, 3, edhe 1, 2, 3. Janë shumë të thjeshta, nuk është se duhet ndonjë gjë e madhe për të bërë. Ja, hapet kështu, e bëjt gërsheti, ta lëmë dhe mandi që mos të në... Edhe ja vendosim. Po. Ja vendosim në kryq, në mënyrën. Edhe një tjetër. Janë shumë të thjeshta. Nga pjesa e brumit, do me thënë që keni, hikni një pjesë që do ju duhet për të bërë, do me thënë këto gërshetat. Juve mund të bëni edhe, ka dhe mënyrat të tjera, bëjnë edhe gjethe, bëjnë edhe një këshu me rush që vendosin në anë të këtyre për shumë. Ka mënyrat të ndryshme, në trevat të ndryshme edhe kryqin e bëjnë ndryshe. Në kuptaj.
Po, unë zgjodha mënyrën më të thjeshtë me së dritë. Kjo është mënyra me me keni thjeshtë. recetën, vazhdon të jetë në ekran, për ju që nuk e keni lexuar më përpara. Janë përbërës të thjeshtë, përbërës që i duan bërjes së një buke. Më tepër është ideja për të përgatitur një bukë vetë në shtëpi. Duhet bërë sepse tham që sjell mbarësi, sjell bereqet, sjell shëndet, mirësi. Kështu që duhet bërë. Janë ca gjëra që duhet i bëjmë. Pra do bëjmë 2 gërsheta, një tek njëra dhe një tek tjetra. Nëse doni, do me thënë. Ne ndërkohë e kemi bërë më të madhe ato aty edhe bukën edhe... Mirë, shiko tani, ja këtë, e vën këtu dhe e kalojnë nga poshtë. Ja. Kalohet nga poshtë kjo. Tani bëjmë dhe tjetra. S'ka problem që edhe poshtë i bashkojmë aty. Të njëjtën veprim bëjmë edhe për këtë. Dhe ja kalojmë tjetërës, si për, po. E din vajzat se bëjmë flokët kështu. Flokët gërshet. Ja. Po bëjnë shumë të bukura në fakt. Edhe thash, nëse bëhen, do me thënë që bëhet më i madh, nuk ka problem. Vëm dhe pjesën tjetër këtu, i kalojmë nga pjesa e poshtme. Bukën tani, pasi vendosim edhe një kokër arë, e vendosim të qëndroj. Doni ta bëni, ta lyeni me vezë, doni ta lyeni, do me thënë, me mjaltë edhe me ujë. është dëshira juaj, është zgjedhja juaj, si ta doni. Arën bitë, po. Edhe në furrë. Dhe është fiks momenti, mos e luaj se shumë. Është fiks koha për të shkëputur në hapësirën publicitare që kemi tani, edhe do të kthehemi sepse kemi akoma shumë gjëra për të gatuar e për t'ju sjellë nga këndi i gatimit në Vila 24. Qëndroni me ne, vim tek ju përsëri pas pak. Dhe ne jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në Vila 24, në këndin ton të shijes e të gatimit, të ideve të duarve të Katerinës, për të sjellë recetat e kësaj dite të hënë, të cilat kanë nisur që në orën 9 me prezantimin e tyre, me leximin e recetave dhe me përgatitjen e ëmbëlsirës për atë kadaifit tradicional dhe të bukës së Krishtlindjes. Po. Ndërkohë të dashura Anvisa, neve në fillim fare, thamë që do të bëjmë edhe speca, të cilat do t'i bëjmë si role, që të ngjajnë edhe bukur, dhe do t'i mbushim me djathë të shkrirë, me ara, me hudhër, në i thelpi hudhër dhe kështu. Më përpara këto speca mund të përdorim edhe speca kokozhare të gatshme faktikisht, dhe ato i gjeni edhe në raftet e kompanisë Neranzi, por mund të merrni edhe speca vetë, t'i piqni në qoftë në furrë, qoftë edhe mbi vatrën e sobës, varet se si keni ju ambientet tuaja që mos të bëhen edhe kështu pis, edhe i presim, i pastrojmë, po çfarë bëra ti kënon? Ku e lash tani? I pastrojmë nga lëkura dhe do t'i presim. E kam mbuluar këtu. Ja, të tregoj thjesht, kam mbajtur vetëm një që të tregojmë, pasi e pastrojmë në këtë mënyrë, dhe kur piqen faktikisht këto kanë një shije shumë të mirë. E vërtet. Sidomos specat e kuq, se vinë edhe pak më të ëmbël dhe kanë atë mund të përdorin të kuqë, jeshilë, të verdhë, do me thënë qëfar mund të gjenë Anvisat. Nëse duan, do me thënë që ta bëjnë portokalli, kjo njëra është në qikë si më portokalli. Tjetër ne kemi të kuqe. I pastrojmë mirë, me një kështu pecet gushinë, letër, po i heqim këto pjesët e farave, edhe këto pjesët e djegura, lëm pak thjesht sa për të kenë atë shijen e pjekjes. Po kryesore, do me thënë pjesën më të madhe të djegurave e heqim, sepse janë, do me thënë, karbonizuara dhe nuk na bëjnë mirë për shëndetin. Po. Kështu që i pastrojmë mirë. U pastrua dhe kjo, sepse dua pastaj më mbrapa të laj duar për të treguar edhe për të përgatitur këtë pjesën e mbushjes. Që kemi një kombinim goxha të shijshëm në fakt mes arrave, erëzave dhe
kremit të djathit. Djathit. Këtë që duhet u them anvesave, nuk e kam lënë kot këtë pjesën e këtija plasmasit këtu, sepse këtu pasi piqni, vendosni në një letër, do me thënë në një plasmas, dhe i lëni që të zbuten edhe i nxini shumë kollaj këtë pjesën e lëkurës. Unë tani i bëra, do me thënë në pushim, shpejt edhe ja u bën. Kështu që mos mendoni se ka shumë punë për të bërë. Anila, duhet të heqim edhe kadaifin. Po, me një herë, e thash pak më herët që kemi përgatitur gjithashtu një kadaif, të cilin ne kemi pjekur, e kemi zbutur sigurisht për t'i dhënë edhe shije në të njëjtën kohë me gjalp të shkrirë dhe me një shtresë të bollshme të arrave në mesin e tij. Dhe ja, ashtu si që Katerina në tha, pra kadaifi vërtet mund të duket pak i fryrë në momentin që e shtrojmë, por ndërkohë sheshohet, pra gjatë kohës që piqet, fillon edhe... Ngjyrën e ka marrë të mirë, mos e shikojmë, do me thënë se edhe bezh nuk duhet, do me thënë që t'jetë... Ja, do t'a hedhim tani sherbetin direkt, Anila, dhe pastaj fillojmë për sallatë. Kadaifin e kemi të nxehtë, sepse sapo e kemi nxjerrë nga furra, ndërkohë sherbetin e kemi bërë... Sherbeti shtoh. Goxha më herët, kështu që është pothuajse i ftohtë. Edhe te sherbeti tham që kemi hedhur dhe një fet limoni. Po, siç e kemi edhe në recetë, po. E fillojmë dhe hedhim kështu anash. Ta mbajmë kështu që ta kemi më kollaj. Kemi më lehtë, vërtet. Një ëmbëlsirë që përgatitet të shpejt, sidomos kur kemi edhe produktet e mira. Edhe thjesht. Po, edhe nuk do shumë shishëm. Kohë që të bëhet gati, edhe kush nuk e bën xhanëm se kaq thjesht është ky. Po. Recetat tradicionale janë të thjeshta, janë me pak përbërës. Ky është sekreti i kulinarisë tonë, përgjithsisht, pavarësisht krahinave. Po nuk e di ato nënat tona dhe gjyshet tona sepse i jepni një shihet të veçantë, nuk e di, domethënë as unë vetë nuk i harri dot ato shihet e tyre, nuk e ndoshta është dashuria që kemi për gjyshet për nënat tona, i kujtojmë. Lidhet pak edhe me nostalgjinë, aromën edhe shijeve të fëmijërisë. Por, ndonjëherë themi që është shumë çka kryesisht në pjesën e perimeve të paktën e frutave, kanë qenë edhe më bio, ka ndryshuar disi mënyra e të. Atëre, pasi hedhim sherbetin, e lëm të qetësohet dhe pastaj e presim në racione. Nuk e presim para se të hedhim sherbetin. Duhet, domethënë, të zbutet. Edhe tjetra, nuk e mbulojmë me ndonjë ashtu, thjesht vetëm me një pecet. Tamam se punë e pilafit është kjo. Do që të ketë një pecet për të do me thënë të zbutet dhe t'i ki navujt mos qulloset. Është dhe kjo një loj sekreti për punën e atë. Neve tani do t'a mbajmë pak të hapur që ta shikojmë dhe ta shiojmë edhe nga ekrani dhe do t'a bëjmë brava. Ja, buka filloj të na marri. Neve një top si vogël ishte këtu, po, ka filluar por filloj do me thënë që të marri volum. Ndërkohë edhe buka tjetër, e cila është bërë me të njëjtën recet, thjesht forma dhe ndërtimi i saj nga sipër është bërë ndryshe, është pothuajse drejt përfundimit, pra kati ka ulur temperaturën që do të thotë është lëmë për të pushuar dhe shumë shpejt, do t'a kemi në tryezë për të parë edhe një variant tjetër. Unë do t'i hedhë pak hudhër. Juve mund të shtoni edhe ndonjë hudhër që t'jetë, si thuash, e freskët, e grini në rende dhe hidhni. Nëse keni plur, hidhni hudhërën plur. Vendosje po shënde Anila, të hedhim edhe këtë pjesën e piperit. Ndërkohë këtu kam edhe piper të kuq, nëse ju ndodhet mund t'i hidhni faktikisht se përveç se ngjyrës, jep edhe atë piperin e kuq Anila që kam ati. Këtë. Edhe atë kripën që kam ati. Kripën. Sepse i hoqëm nga një. Himalaja, që vjen në ngjyrën roz, e kristalt. Po vajin ku e kemi? E kemi dhe vajin ati. Gjitha këtu i kemi. Edhe piper. Kam hedhur dhe kështu kopër brenda, do ta shikojmë kur do vi puna që të trazohet. Çfarë kemi tjetër? Këtu kemi dhe arra. Nëse është momenti. Po, edhe arrat, që kemi të thërmuara. Këtu i duam të thërmuara arrat. Le t'ja hedhim të tëra. Mirë i bën, dëm si bën. Marrim një lugë tjetër për të marrë këtë djathin. Edhe do t'i hedhim edhe vajin. Dhe pse morëm e në vogël,
Ka mëre? Ato henën e vogël, them që... Mendova se more shumë djathë, por Jo. mundashka do më thënë. Ja, Jo, me pak duaj, por... vështirësi do të razohet ajo. Duhet kishim marrë një enë pak më të... Po thash mos ma mirë të ena e madhe. Edhe tjerin dhe vajnë që ta ndihmoj. Po. Na duhet dhe pak vaj pastaj që ti hedhim edhe sipër. Kjo bëhet një shije shumë e mirë. Djathi me ara, me këto, ka shije jashtëzakonisht të mirë, me këto hudhërën që odhën brënda, me kopër, me piper, të zi piper të kuq. Madje unë kisha mix piper në shkëtu. Më mirë akoma, po jo? Po sigurisht më mirë. Një se e trazuam, s'ka gjë. Bëm që bëm e trazuam. Ndimoj vaj me njëherë. Edhe që të shkëputet nga tasi, edhe që të përzihemi mirë të gjithë përbërësit. E kemi në regull. Tani? Po. Marim gjysmën e një speci. Do të vendosni në një dras që ta mblidhni. Role. Dhe do t'i vendosni në një enë. Ta bëjmë një jeshile tani. Mund ta bëjmë këtë gjë edhe me perimet të tjera? Pra me patlıcan ose kungull të pjekur në feta? Me patlıcan, me kungull, po. Pra nëse duam të shtojmë larmishmërinë kot, po e mendoja tani? Po, mund ta bëjmë. Mund ta bëjmë nga kjo anë më mirë. Okej. Ide të thjeshta dhe shumë të shishme. Bëjmë një të kuqe. Po, le t'i bëjmë sipas ngjyrave. Portokalli, jeshile të kuq. Po shikoni që kanë më tepër pjesë të djegura, i heqni. Mban një pecet guzhine edhe i pastroni. Hidhni nga një lugë faktikisht se... Të mbushen. Të mbushen edhe sigurisht që kanë edhe shije. Tani, jeshile. Portokalli? Apo kemi më shumë speca jeshil? Okej, mendova se do i bëje kështu sipas 1-1-1. Në rregull, hajde. Vendosim këta. Okej. Edhe pastaj një portokalli, pastaj një jeshil prap. Okej, se po vendosim radhën e ngjyrave. Edhe le të dalin edhe kështu anash. Po, jeshilët ishin një çik më të fortë. Më të fortë edhe ndërkohë që ishin dhe më të vegjël. Bukën Anila. Ta nxjerr? Po. Bukën Anila. Nxjerrim bukën nga furra. Ja vëmë dhe këtë portokallin edhe plot kemi hedhur. Ja vëmë këtej më mirë që të... Atëherë, bukën në formën e gërshetit e kemi sjell dhe me kryqen sipër. Ato në mes janë karafila. I njëjti brum, e njëjta përgatitje, e njëjta recet, thjesht forma nga sipër i është dhënë në dy mënyra. Pra jo me gërshet dhe me një arë sipër, që ne kemi të pjekur, por Katarina e tregoi edhe në një variant më të vogël mënyrën se si realizohet kjo pjesa e gërshetit nga sipër, ndërsa kryqi besoj është më i thjeshtë, sepse do duhet të lini më njanë vetëm dyshirit atë të brumit për t'ia vendosur bukës së rumbullakët. Dhe janë me aromë shumë të mirë dhe duhet jetë edhe po aq e shishme. Ndërkohë, e këndsh me doli? Edhe ndërkohë heqim këto, edhe t'i hedhim dhe pak vaj ulliri. Edhe pakës vaj ulliri nga sipër. Dhe shikoni se shpejt ndërtohet një pjatë që mund të vendoset në mesin e një tavolinës për të zëvendësuar sallaturinat her pas here, për të shtuar ngjyra edhe shije në tryezat tuaja, si në ditë të zakonta, por pse jo, edhe në ditë festive do të qëndronte shumë bukur, sepse kemi edhe ngjyrat e festave të kuqen edhe jeshilen në këtë pjatë. Është edhe ajo Anila, se mos e haroj unë, se haroj tani,
që thej që mund të bëjnë dhe me patlıcan, me kunguj të njom, me speca, do me thënë që të kenë edhe perimet të tjera. Mendova që këto faktikisht speca, patlıcan, kunguj, ti bëjnë të pjekura, edhe të jenë dhe ato shoqëruse në tryez. Janë shumë të mira. Qoftë të zjera, po qoftë edhe të pjekura, po të pjekura tani në Krishtlindje, do me thënë këto shkojnë më mirë. Shkojnë dhe pak më shumë edhe me pjesën tjetër të gatimeve. Se mos edhe shumë në dridhe dora si bënin gjyshet dhe në natona i bënin gishtin për para. Edhe pak më shumë, vajulliri është. Bënin gishtin. Kemi 1 minutë kohë, ajsa për të rikthyer në ekran e recetat edhe një herë, me qënë se të përfunduara ne i kemi të gjitha gatimet për sot, ju që s'na keni parë nga fillimi, le të shohim së bashku në ekran të gjithë përbërësit që na duhen për të përgatitur recetat e ditës së sotme. E kemi nisur pra mëngjesin herët me përgatitjen e një kadaifi, dhe kjo është receta origjinale e kadaifit. 1 kilogram kadaif, 250 gram gjalp, 2.5 filxhan çaj me arra, 5 filxhan çaj ujë, 5 filxhan çaj sheqer dhe 1 fet limoni. Kjo është për përgatitjen e shërbetit, gjithmonë nëse do të përgatisni 1 kilogram kadaif. Nëse do të bëni më pak, ju e dini që do të luani duke përgjysmuar edhe përbërësit e tjerë. Buka e Krishtlindjeve e përgatitur me 1 kilogram miell, 1 lugë supe maja të thatë, 1 lugë supe sheqer, 1 lugë çaj krip, 600 ml ujë, 1 lugë çaj maklep, 1 filxhan çaj arra. Speca të pjekur me djathë të shkrirë është kjo që sapo përfunduam, na duhen 6 speca, shumë gjurësh ose gogozhare, 200 gram djathë të shkrirë, 10 arra, 1 thilpi hudhër ose 1 lugë hudhër pluhur, 1 lugë kafeje në këtë rast, 1 tufë kopër ose majdanoz, kri, piper i kuj speci dhe vaj ulliri. Ndjes për zërin. Edhe, ja ku është edhe buka, gjatë kohës që unë lexoja recetat, Katerina e ka shkëputur nga tava ku është pjekur, pas i ka pushuar, pra është qetësuar, sepse e lam pak në furrë që të kulloj, si thuhet ndryshe, dhe të jetë gati për ta nxjerr nga tava ku është pjekur. E më pas, siç tham që në fillim, kjo bukë nuk duhet të pritet me thik, të mos jetë në kontakt me metalin, por me duhet të pritet duar. me dorë, dhe këtë gjë e bëjnë, do me thënë, e zonja e shtëpisë, do me thënë ajo, ose i zoti, nuk e di se si Ose i zoti i shtëpisë, ndan bukën dhe ndan me ndan bukën duar. dhe u jep të gjithëve. Shumë e këndshme ideja. Mirë, Kati, jemi në fund, të bëjmë dhe përshëndetje nga kuzhina? Patjetër që bëjmë, po, sigurisht, duhet përshëndesim. Atëre edhe nga ana ime, ju përshëndesi gjithmonë dhe ju uroj një ditë bukur në vijim. Mos hezitoni të i përgatisni këto gatimet që përgatitëm sot në familjet tuaja, të paktën për bukët bëheni, sepse është ajo që ju thash që do të keni mbarësi, shëndet, mirësi në familjet tuaja. Mirupafshim. Shkëputemi.